Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Prej më shumë se 2 viteve, unë kam hapur këtë dritare për zërin e çdo qytetari që kërkon, le të themi, për të rrëfyer një histori, kërkon që zëri i tij të dëgjohet, kërkon të thërrasi një palë tjetër dhe të jetë në live me Odetën. Kështu që u bë 2 vite që merrem me këtë histori dhe le të themi është një punë e lodhshme edhe nga ana ime, por që e bëj me dashuri dhe me pasion. Shumë çifte ndër vite janë përballur në live me Odetën, jo vetëm në live me Odetën, por dhe në emisionin pa gjuhur ku unë punoj moderatore prej më shumë se 8 viteve. Shumë nëna të cilat kanë humbur fëmijët e tyre dhe kërkojnë një dritë jeshile me shpresën që do t'i gjejnë, shumë persona që kanë humbur pronën, shumë llojshmëri historish kanë bërë këtu në live me Odetën dhe shumë pyetje më bëhen nga ju të dashur miq, ku ju më shkruani se kush është historia që të prek më shumë. Të gjitha historitë për mua janë të dhimbshme dhe nuk ndaj dot asnjërin prej tyre. Ditën e sotme do të flas për një histori vërtet të dhimbshme, të një vajze, një nënë më saktë, të re në moshë, që është bulizuar në familjen e bashkëshortit dhe është ndarë nga vajza e saj 4 vjeçare. Në fakt, nuk ka qenë Samuela që ka dashur të jetë në live me Odetën, ka qenë ish burri i saj, Foti, i cili përpara disa ditëve ka qenë në live me Odetën dhe ka treguar marrëdhënien e tij, martesën e tij me Samuelën dhe arsyen pse e divorcoi. Samuelën, një vajzë e rritur pa prindër, me një gjyshe, e cila nuk ishte mundur dot të shkollohej dhe Foti tregoi që ajo nuk ishte në nivelin e tij dhe u detyrua që ta ndante dhe pse kishin sjellë në jetë një vajzë. Ndërkohë Samuela ditën e sotme kërkon që të reagojë, të japi një përgjigje ish bashortit të saj. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin që Foti ka qenë këtu në live me Odetën, dua të sjell një material të shkurtër, e ndjekim dhe rikthehemi. Jemi martuar me mbledhëri. E ma kanë bërë prindrit e mi, e berë. Vajza ishte e paditur, e pa shkolluar dhe si gjithmonë më kupton prindrit u zotuan se do ta mësojmë, do ta edukojmë. Po jemi të ndarë dhe po bëjmë rreth 31 ditë që ajo është larguar nga shtëpia, praktikisht fëmijën e saj dhe u çojtë dhe iku. Pas edhe një lloj arsye bindse, unë nuk isha këtu, isha në Greqi, kisha ikur në Greqi rreth për 2 muaj dhe më morin telefon dhe tha dua të ik pe kësaj shtëpisë. Por këtë gjest e ka bërë 5 herë, ka ikur 5 herë. Sepse nëna ime gjithmonë kur e kritikonte për një diçka që e bënte gabim, dhe e kritikonte dhe i theshte që kjo gjë është gabim, do ta bësh kështu se kështu është e saktë. Asaj dukshte gjithmonë gabim, më kupton çdo lloj kritike i dukshte gabim, sepse ajo purtonte ti bënte punën, më kupton edhe i dukshte çdo gjë, më kupton ishte mësuar të rinte vetëm të rinte, mos bënte asnjë lloj gjë. Qetësou dhe mos bëj veprime të këtilla. Jo tha do ikum tha dhe pikë. Mirë në rregull i thash, nuk se me zor nuk bëj dot. Nëse ti e ke vendosur për ti kur çov ik i thash. Ik dash merr fëmijën dash, valla ai nuk duroj dot me tash. Çov dhe ik. Dhe nuk u ka kushte të përshtatshme për të rritur një fëmijë dhe unë nuk jam kriminal që fëmijën ta ndaj nga nëna, nëse ajo do ishte nën, pa diskutim. E dëgjuam këtë baba i cili kërkonte, është në proces divorci, por kërkon që kujdestaria e vajzës t'i kalojë atij duke pretenduar që nëna nuk është e zonja që të kujdeset për vajzën dhe mbi të gjitha nuk i ka kushtet ekonomike që të rriti vajzën e vogël. Samuela po më pret, është nëna e vajzës, e cila fatkeqësisht është ndarë nga burri, por edhe nga vajza dhe nuk ka komunikime të bien, është duke më pritur, do hap dritaren dhe do e ftoj. Samuela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si je ti? Mirë, faleminderit. Më shkruajte një mesazh në Facebookun tim dhe kërkoje që të flisje me mua sepse ish bashorti juaj Foti përpara disa ditëve ka qenë këtu në live me Odetën. Po, e kam dëgjuar. Kërkon të reagosh. Po. Por çfarë ka ndodhur? Do me thëmë, pse ai kërkon që të marri kujdestarinë e vajzës dhe jo ta mbash ti? Ai don ta marri përsipër për vete, po unë nuk e lejojte. Dua ta marr përsipër për vete. Si vjera më ka tortuar thikën. Më ka mat kunata me tiganun kokë. Vjeri më shante në lloj fjalë.
Edhe kam shumë frikë se ta jo familja aty. E dashur Samuela, Po, më lejon të të pyes? po. Dua të dëgjoj historinë tënde edhe nga goja juaj për të patur dhe versionin tuaj. Si e njohur ti me Fotin? Me Fotin jam njohur, më ka is vjera ime. Ka qenë vjera ajo që të ka njohur? Po, Por është lutur ke tezja ime. e qartë. Janë lutur tezës time, Po, më gjitë një nuse për djalin. ka qenë me mbledhëri njoja. Po, Ju sa vjeç keni qenë kur u fejuat me Fotin? 18. 18. Po. Si ka qenë marrëdhënia jote me Fotin? Me Fotin shumë keqë. Pse? Po, ka is vjera ime, is vjeri im, is kunata ime. Po, ky jeton të ma shumë një shtetit. Dhe ti jetoje me prindrit e ti? Po, Por pse ata kanë ushtruar dhunë, le të themi, psikologjike dhe fizike ndaj teje? po, vetëm për shtëpiat jo nuk bën punë, ti e kështu e ti ashtu mi kanë dhe rrobat për jashta, Kush ti në ka? rrugë të vjera. Por burri juaj ishte aty kur ndodhi ky episod, kjo ngjarje? Jo, ai ato gjëna si ka folat ishin vetëm gënjeshtra. Nuk ishin të vërteta fare. Ishin vetëm gënjeshtra. E merja në telefon i zburin tim, i thoja, Fatjon, këto nana jote më bëjnë këte. Ma që, unë po isha në gjumë që morën 6 të mëngjesi. Të zgjonte Vjera që në 6 të mëngjesit? Po, Ti e more në telefon dhe i kërkove ndihmë burrit. unë e morë në telefon edhe i thash, Fatjon, nëna jote më bën këte, i thashëm. Zihet me mua, i thashëm, nuk më le. Edhe ky, ma fikte telefoni, fillim fare. Po. Ma fikte telefoni, një bia prap. Fatjon, flitina në stati, thashëm si zihet me mua. Qa ti baju, meri letë ka të tuja dhe hik, më thote mua ky. Sepse Foti ka thënë që ke qenë ti që e larguar nga shtëpia disa herë, jo se atë... Nuk është të vërtet. Për gjithë gjëna si ka folaj nuk janë të vërteta. E dashur Samuela, por çfarë ndodhi atë ditë që ish Vjera të mori të gjitha rrobat dhe t'i nxori në rrugë? Po më thotë orë minut, ti nuk dua të jetosh këtu me këtë shtëpi. Pra ju Nuk dua të jetosh me këtë shtëpi, nuk të dua në shtëpi fare, më thotë. Por pse nuk ikje me burrin ti në Itali të jetoje me burrin? Unë i thash, Fatjon dua të vi dhe unë të punoj me ty në Itali, në Greqi. Po, dhe ti ke shkuar në Greqi. Më tha mua, ku shkovi në Greqi, i thash unë do vi dhe unë në Greqi. Jo si ati nuk kam vend, ati jam me shokët e mia. Jo jam me një dhonë jam këshu. Por ai të ka marrë në Greqi, ju keni jetuar në Greqi dhe ti s'ke dashur të jetosh aty. Jo, nuk është të vërtet. Kam ik edhe nëna vetë, e ka marrë në telefon Fatjonin edhe i ka thanë, Fatjon, nuk kam edhe i gocë 4 vjeqe. Po, Edhe i thash, i mori nëna vetë në telefon, Fatjon, si kjo ka një lop edhe një kal. se jeton në fshat, po. Po, edhe më mori telefon, ishtë burrin tim Fatjonin. E mori në telefon, jam në punë, po e lej, tha, se ke ishtë kunata ime. E qartë. Edhe, i tha, e mori në telefon Fatjonin. Fatjon, nana tha, jam në punë, tha. Kuse, ishtë vjerin time punon me kalë. Po pra, po, ç'lidhje ka kjo gjë? Ti vajte në Greqi me burrin, u ndave nga Vjera dhe Vjerri. Po e mori vjera ime, vjera ime mori, burrin ti në telefon, Fatjon, gocën do t'a lej vetëm.
Keq punata ime. Ju vajzën e kishit lënë në Shqipëri dhe Vjera tha nuk e mbaj më. Po, Dhe ky ishte shkaku që ti u ktheve në Shqipëri. po, edhe Fatjon tha, gocën tha, po e le kis punata ime. Kështu, goca ime kishte shku, shtëpia, gjëra ime kishte shku vetë. E dashur, Samuela, ti më deklarove pak më parë që më kanë gjuajtur me digan, më kanë dhunuar. Po. Kush të ka... Ish punata ime. Ish kunata juaj, por ish kunata pse të ka dhunuar? Motra e Po, burrit. ish punata ime, ose vjera ime, pe unë e kam me të fat me këte gjatë. Më ka ardhë ke fëmijët e tezës time. Por pse të dhunoj kunata? Ma shpjego. Kunata, ti ganë më matë me ti ganë me më gjujtë. Vjera më ka digujtë të nxehtë. Por çfarë bëre ti që ato arritën këtë lloj ekstremi, se më duket e çuditshme që Vjera të djegin nusën me ujë të nxehtë. Po, kishi vetëm ka stile, vetëm do të me krosherin. Edhe unë ati jetoja me frikë. E dashur Samuela, por pse nuk vajte në polici ta denoncoje? Nuk më lishin, nuk më litë të shkelja parkun e derës. Por pse nuk ike të kërkoje ndarjen, divorcin dhe të ktheheshe në familjen tënde? Po nuk më lishin atë para si lloj gjaje. Edhe ke doktori më thote ti je budalla. Kush ta thoshte këtë gjë? Po ti edhe ish vjera ime. Ish njeri ime, ish kunata ime. Në fakt, unë nuk dua të lëndoj, por ish burri juaj, Foti, ka deklaruar në live me Odetën që nusja ime, Samuela, ishte e pashkolluar, nuk ishte mundur do të shkollohej. Mua gjyshja ime më ka qenë në shkollë. Gjyshja ime më ka qenë në shkollë, po neve kemi qenë fëmijë, edhe nuk më thoshin vetë. E dashur Samuela, dua të pyes, sepse Foti e përmendi pak që nuk është rritur me prindrit, por është rritur me gjyshen. Prindrit e tu janë divorcuar? Po, Sa vjeç ke qenë kur ata janë ndarë? kam qenë e vogël. Ti je rritur vetëm me gjyshen? Po, Por baba jot ku jeton aktualisht? baba ime jeton në Durrës. Ti ke kontakte me babaj? Po, kam shumë mirë. Kam folur në telefon, fola dhe sot edhe dje, kam folur. Por nëna juaj ku jeton? Ja këtu, ke mamime jam. Është martuar, ka krijuar jetën e re, nëna? Po. Por ka qenë mbështetje për ty nëna dhe babaj? Po, gjithmonë po. I kam pas afër meje, të dyja. Por në momentin që ti dhunoheshe në familjen e Fotit, pse nuk kërkove ndihmë tek nëna jote? Po kajnë ardhë, prindit e mi atje, kajnë folë, po ato i kanë thanë, okej, nuk ka shumë ma, nuk baj ma. Të bëj një pyetje, ti e ke dashur Fotin? Unë e kam dashur Fationin, Po, Fationi rritë ma shumë në ikën në Italina për të lava, ikën me firmat të tjera. Ish vjera ime më thote, nuk të do ma Fationi, ty Fationi ka lidhje tjetër. dhe ti rrije në atë shtëpi dhe pse Vjera të thoshte që ai ka një tjetër? Po, rrija në atë shtëpi pse kisha një fëmijë në mes. Por vetë burri jot, si sillej me ty? Edhe ai mas nënës vetë nënën e vetë, nuk më dëgjote mua. E dashur Samuela, por çfarë prisje ti? Të përzinte Foti nga shtëpia sepse Vjera nuk të donte. Të tha ik se djali im ka një grua tjetër. Ai nuk jetonte me ty. Pse qëndroje ti në atë shtëpi? Unë jetoja me atë shtëpi prej vajzës time të vogël. E qartë, por kur mbaron dashuria, i ka ardhur fundi asaj martese, ti thjesht torturoje veten tënde, lëndoheshe nga ata njerëz, kur ata nuk të donin. Duhet ta kishe bërë ndarjen dhe divorcin që më herët. Se kjo gjë ndodhi tani. Po. Por çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të ikje përfundimisht nga Foti? Po më drejtoi Vjera thikën.
Edhe aty u trema shumë. Më erdhi vjera ke kërvati, edhe nuk dija gjë fare. Më qozi ka kërvati, qozi të erdhi taksia. Unë pa syt kështu, qa ndolli? Të erdhi taksia e të kishte pronotuar një taksi që të përzinte nga shtëpia? Po, ish burri, e kishte marrë, ishte në Greqi, edhe më morin, e kishte marrë shofer në telefon, që morën 6 të mëngjesit. Erdhi taksi Gjiu, i erdhi aty, ke dera e shtëpis. Po. Edhe e mori, ish vjeri time, e mori në telefon, i tha, qohu tha, si erdhi taksia, i tha, dhe për cilë dhe kja autobusi. Por mirë, ti e dije që këta po të përzinin dhe po të çonin tek shtëpia e nënës me këtë taksi? Jo. Ish vjera ime mi mori rrobat edhe mi hodhi për jashta. Por akoma se kishe kuptuar ti që këta të dëbuan? Jo. Po kur hipe në taksi, çfarë i the? Po, vetëm më hypën në kapën kështu hes tashi, nuk të dua më në shtëpi fare. Por vajzën ti nuk e more me vete? Jo, nuk më lanë ta puthja, ashta ta merja në kran, nuk më lanë fare, më rrishin aty ke dera. Ikti, fëmijë s'ke për ta prek fare me dorë, ma tha. Dhe sa kohë ke pa e parë vajzën? 2 vjet. Pra ke 2 muaj, më falë. 2 muaj. Po, 2 muaj. Dhe Edhe nuk flas, telefon si më ka ba blok. ke 2 muaj që nuk e shikon vajzën Po, dhe nuk ja dëgjon zërin. parë. Të ka marrë malli. Shpu. Sa vjeç vajti vajza? 4. Kur ke folur për herë të fundit, çfarë të ka thënë? E kisha, më fliste mikus, ishte fatjonis, nuk ishin. Ishtë burrim, ishtë vjerim, edhe ishtë vjera ime nuk ishtë aty më fliste shumë mirë. Pse? Pastaj, i ata në fut frigën, e ka mësu shumë keq. Por pse çfarë të ka thënë vajza që ti dyshon se ata i kanë futur frymën e keqe për nënën? Po, goca ime kishte shumë lidhje të mirë me mua. Normal, se ti je nëna biologjike. Edhe shkoja unë, i kjo në dyqan ajo nuk rritet do të pa mua. Vite mrapa. Shkoja ke ish kunata ime më vite mrapa. Shkoja ke ish tezja fatjonit, më vite mrapa nuk rritet do të pa mua. Edhe tashi nuk e lejnë fare, edhe të flasë e mësojnë shumë keq. Por pse ke marrë guximin të shkosh atje dhe të kërkosh vajzën të takosh? Nuk më japi, kam frikë, edhe të shkoj atje kam shumë frikë. Por të njoftosh policinë dhe të shkosh me policinë, pse duhet kesh frikë për të takuar vajzën tënde? Pse duhet kesh frikë? Po kam frikë si ato më drejtoj fikën prapë. Edhe kjo gjaja e thikës me drejtu ke ish vjerat e zestime. Edhe atje të zeme ka 2 fëmijë atje edhe u tren më shumë edhe ato. Dhe ti nuk e ke njoftuar policinë. Jo, nuk më leshin fare. I dashur Samuela, ke një mesazh për ish burrin tënd, se jam e sigurt që foti do na ndjeki. Po, unë për ish burrin tim unë nuk e dua fare. Unë e dua dhe të më kthej vajzën, ta maj vajzën unë. Ju jeni në proces gjyqësor për të bërë divorcin. Po, Dhe gjykata do vendosi se kujt do t'i japi kujdestarin, babait apo ty si nën, dhe do vendosi gjykata për këtë pjesë. Por foti ka kërkuar që kujdestarin ta marrë ai duke menduar që ti nuk i ke kushtet për të jetuar. unë kushtet i kam, do t'i shikosh kushtet e mia? Ti jeton tek nëna? Po, Të ka marrë nëna. po. Unë jam vetë në... Fatjoni si ka thënë për kushtet e mia, nuk ka kushte. Fatjoni qa kushtesh ka? Fatjoni ka 1 lop. 1. Fatjoni ka 1 kal 2. Fatjoni ka këto 2 jeton, Fatjoni nuk ka... Edhe ka shtëpiat, ato shtëpiat i kam bau, unë me kratë e mia dhe Fatjoni. Dhe Fatjoni ka qenë ma keq, si ka thënë Fatjoni për mua, nuk ka kushte.
Edhe Fatjoni ku kam shkuar atje ke Fatjoni edhe Fatjoni s'ka pas kushte. Ato se ka Fatjoni tash e kam rrugulluar edhe hiç burrin. Por unë jam nën vetë dhe kuptoj shumë mirë që të thot një nën të ndahet nga fëmia dhe të besoj që e vuan këtë gjë. Por nëse ish vjera jote, ish kunata, do na dëgjonin, ke një mesazh për to? Për ato jo. Nuk dua për ato duhet të them ma japin fëmin time. Thjesht dua vetëm fëmin time. E dashur Samuela, Po. unë uroj dhe shpresoj që gjykata ta marrë këtë vendim, do vendoset më e mira për fëmijën tënd, nëse do të lihet ty kujdestaria, foti do ketë të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor, por nëse do i lihet Fatjonit kujdestaria, padyshim dhe ti do kesh të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Uroj që të merret vendimi i duhur dhe gjykata sigurisht nuk gabon, vendimin e duhur për atë fëmijë. Por nëse ti nuk do jesh dakord me vendimin e gjykatës që ndoshta mund t'ia lërë babait, ti ke të drejtat e plota ta apelosh atë vendim, që të duhet një avokat për ta ndjekur këtë çështje. Samuela, do lidhemi dhe u të uroj më të mirat. Të përshëndes. Faleminderit. Mirupafshim. E dëgjuam këtë nënë e cila i bëri një thirrje dhe një apel ish bashkëshortit të saj që t'i hapi telefonin dhe të flasi me të bijën dhe ajo këmbgul që do luftoj për të fituar kujdestarin. Por është edhe nëna e Samuelës, Esmeralda, e cila ditën e sotme do që t'jetë këtu në live me Odetën dhe t'i japi një përgjigje ish dhëndit të saj. Kështu që do të hap sërish dritaren dhe do ftoj zonjën Esmeralda. Esmeralda, përshëndetje. Përshëndetje, si ja kalove? Mirë, po flisja në këtë live me vajzën tënde Samuelën, e cila shumë probleme ka pasur me martesën. Po. Por çfarë ka ndodhur? Nuk keni mundur do ta ndihmoni, duke ditur që ajo deklaron se është dhunuar dhe ke shtrajtuar në atë familje? Po, një gjallë. Sunada e kam emrin Esmeralda, ku Samuelën e pengoshin me folë dhe me njës të vetë. Në telefon. Por pse? I thot e vjera vetë, Samuela, me që të fërë në telefon? Ishte dhe vajza s'munën dytë natës e me shonë telefon që ishte kishtë temperaturë. Po, Vajza. Vesa. Po. Kurse Fatjoni kështë thënë që flet me i djarë. E ke parasysh? Ka akuzuar vajzën tuaj, Samuelën që... Po. Gotën e merë shonë telefon, që ishte vajzë me temperaturë, vajzë vogë, e merë shonë telefon, o mame, sa kam vajzën s'mun. Nuk kam të shumë temperaturë sa mi dhenë. Shkoj, thoshan, kështu që ajo, këni është e burit tanë, thoshan, me i shumë për temperaturë. Kurse i kështë thënë që Kristë Samuela me i djelë në telefon. E merë shonë fëmin të me pyste për vajzën. Por nuk e sjarove këtë gjë me ish dhëndrin tënd? E sjarova, po kjo ishte në Greqi. Fatjoni, ishte në Greqi. I thosha, Fatjon, du të flasë me ty, thosha. Jo, sa s'kam punë, tha me ty, unë, tha. Edhe ma fiku telefonin. Po. Edhe ku e mërë që më në telefon që ishte atje, a me ma me qaj të bërë të qutë sa vajzën kopsh, se qoshe këte une, se qote vajzën kopsh. Në rënte. Po. E qoshe këte qatë të bërë me ma me ja ta pëndroj vajzën, ta qoj sa në kopsh. U që ku të vish ma me thosha, une bani punë të shpis, pastroj shpijat, kjo qote vetë pas të nërsha unë, me ba punë. Si një nënë që kujdeseshe për vajzën, që... Po. Qote vajzën ke kopshti, vite marrë të punë të shpis, komplet, e me shën telefon. Ha me mami thosha, nga ke ba punë, ku me zi të shpia, i kështë ba shpia dritë kishte qepë. Kurse vjera vetë që me zangaras, Samuela, së ke bakte, Samuela, së ke bakte, edhe me ba bukë, se bukë në zeshin vetë, shke punë ti me zam bukë, me ba bukë. Por qa, kujtë të thuti mësë ba bukë, nësë zjali tanë, ke marak për nësë zjali tanë.
Ose Samuela, pse prek ti mishin, ose pse nuk ma han burria në gjellën, me dënë e Samueles? Pëj, E tash Esmeralda, por vajza të kështë shprehur shqetësime që kish trajtohesh në atë familje? po, edhe kur flisë Samuela me mu, kjo tash i zhvjera kësa dhe kërcinon të Samueles. Kërcinon të. Por ti si nën, ti si nën. Mos fortin e njëse, tu s'ke punë, s'ke ane, s'ke këte. Po përse unë dhe e pys, njëse vetë e pysin. Kjo është absurde, të pëngoj Vjera të flasësh me nënën është e pa konceptueshme. Por në momentin që ti i mësove këto probleme, pse nuk e more guximin të vjetë të takoj ish krushkën tënde? Çfarë po i bë vajzës time? Unë ma të flisem telefon. Nuk e kështë takuar asnjëherë? Jo. Veç që mi herë, dyre kam tuke goca, Po, atje, edhe po këto debate kishin. por ti, Po këto. po ti si nën ke reaguar? Po. Shkova atje, edhe i thash, moza qa janë to, fjallë që i ban fëmijës tem? Jo, sa kjo nuk ban punë, sa jo nuk ban këtë, sa jo nuk lanë, sa jo nuk shplan. E ke parasysh? Po shifë, sa i thashën e ti, ki ba këtë për e ka ba fëmija jem. Se shpia ti ishte dritë. Se është turp tani Vjera të thoj për nusën, edhe në qofë se nusja nuk di ta bëj një punë, ajo ta mësonte, nëse i donte të mirën. Edhe unë s'kam ditë, unë 13 vjetë që jam martu. S'kam ditë. Edhe unë s'kam ditë, Vjera im sovi. S'kam ditë as me la, as me shpla. S'kam ditë. Por në momentin që vajza jote e dashur Esmeralda Samuela të ankohesh që edhe po dhunohesh psikologjikisht në atë familje, Po, të marrë telefon. O, mame, sa shive, sa që apo më bajnë, sa. Qod kunata, Vjera. O, kjo s'ka pas një rria tje. Të e rafë, të e baf mine uj. por pse nuk shkove ta merje vajzën tënde? Pse e len në atë familje ku nuk e donin? Hajtë thosha, unë nga në fëmis, më sa leshin fëmi. Por, Më sa leshin fëmi pa nanë, e pa babë, të toshin. sepse, Unë i flisja budit kësaj, se këto tash i po dhe faqoshin të dy. po, Ke parasysh? Po. Ash. Në mes të shi, hyte ish Vjera kësaj. Po lidni që aron të dy burre gruti nuk ke punë. Mu fut. po, S'ke punë. O, që ti që mu flisë Samuelis, më të bërë, ti thosha unë. Ti si aron të burre gruti, ta i në kokën të dy thosha unë. Ajo prap. Dhe sa ma fiku telefonin. krushka. Po. Pra, le të themi që shkaku i ndarjes ka qenë ish krushka. Po, krushka, Vjera dhe e në kunata. Sepse foti tregoi që Samuela ishte rritur me gjyshe, nëna dhe babai nuk ishin kujdesur asnjëherë dhe mbi të gjitha ajo ishte, le të themi, një vajzë jo për mua, tha, dhe ky ishte shkaku që unë e ndava. Në momentin që ti si nën e kuptove këtë gjë, du ta kishe marrë vajzën. Një gjatë të. Ko ka ik Samuela, acioni ka qenë Greqi. Vigje. Emigrant. Po. Ka është ti që i bate Samueles ajo, e mërë të kynë Vjera vetë, Vjera Samueles. Tha tjonë, Samuela nuk ashtë për ty. O, Samuela mere ikti se unë dhe martoj pra Fatjoni, pse kështë i flitet nuses? Jo, nuk i flitet kështu. Absolutisht. Por ai, O, tha, po ti kështë ti, tha, unë do bajdasëm. po pse Ka një gjuve, e ka një gjuve. E dashur Esmeralda, edhe ty si nën, po ta them shumë përzemërsisht, nuk të falet që i ke ditur të gjitha këto probleme me vajzën, që ata nuk e kanë dashur, i thoshin ik nga shtëpia dhe ju e linit aty vajzën. Du ta kishe marrë vajzën. Mis. Po s'ka lidhje fëmia. Kur dashuria mbaron, kur burri s'të do, Vjera s'të do, merr plaçkat, merr fëmijët dhe ik. Po, Nuk ke çfarë bën atë familje. Ja, ndodhi kjo situatë. Vajza juaj u nda. Po.
Por sot Samuela jeton me ty, e ke marrë ti. Po. E dashur Esmeralda, por çfarë ka ndodhur? Pse nuk mundet do të arrisje vetë vajzën? Pas divorcit? E mori fatio se unë disha edhe unë që jam gjyshe sot, pra të vajzë, unë du të baj vetë të fëmijë, se ka pritë vetë. A e nësa se pa baj plok buani, pa fationi për fëmijë. A e në nane, vje unë në në këtë, a nane, vje unë, ma së dhe në panen edhe fëmijë, ma bine të pise ma ju fëmijë, e rrisë vetë. Edhe ti ke 2 muaj pa folur me Besën? Po. Të kanë blokuar Dhe sot e ty? kësaj ditëm ka ba blok Sofi se këtë telefoni Samueles. Pse ti baj blok këtë fëmija, për qa? Po të flasin nana vetë flasin e fëmijë. O mame sa, a visa këtë ty sa flasë ti me vajzë, sa me bërë. Se unë për atë tema, o dhe da unë e shpirtë më sasaj. Me shpirtit. Mas vajzë zvogën me shpirtit. E qartë, të kuptoj. Është Besa juaj, gjaku juaj. Nëse ish dhëndri, do të dëgjonte, ke një mesazh për t'i përcjell? Unë e kam të mesazh që ata të ma vinë goca. E maj vetë vajzën temë. Se unë kja kam shpirtin. Unë e maj vetë. Dane punoj vetë. Vetë që ma të të ma binë. Unë i lutë Fationit, Mozes, ma binë atë vajzë. Edhe i shkrushkës i jep të njëjtin mesazh, që të paktën ta hapi telefonin që ju të flisnin telefon, sepse sigurisht ai fëmijë ka ardhur në jetë edhe nga Foti dhe nga Samuela, dhe Samuela ka të drejta që të flasi me të vajzën. Por Foti në live më odetën tregoi që ajo e kërcënon vajzën dhe vajza ndihet keq, prandaj e mbyll telefonin. Ja, e kam su vetë Fationi. Edhe ku foli Fationi me ty, a ishte mrapa, shkovi e shtyvi gocën. So në pa shumë bukur, ishte mrapa Fationi, vajza, edhe shkovi e shtyvi. Po, që mos ishte e pranishme në atë live, është e kuptueshme, një fëmijë duhet të jetë i pranishëm me një live kur janë histori kaq të rënda. E dashur Esmeralda, unë uroj dhe shpresoj që gjykata do vendosi se kush do ta ketë kujdestarin e atij fëmije, por sido që të jetë njëri prind do ketë kujdestarin, tjetri do ketë të drejtat e takimit dhe nuk jam mohon dot kush. Por dua të pyes, ti me babain e Samuelës je divorcuar para shumë vitesh. Po. Por çfarë ndodhi? Pse nuk mundet do të arrisje Samuelën, por ai u rrit nga gjyshja? Në fakt, Samuelën, ja kam lënë plakës të them qytë vogël. Mamas tënde apo i zhvjerrës? Jo, mami tem. Mami tënd, po. Është rritur nga mami jotë Samuela. Po. Nga mami jem, nga 2 vëllezërit. Nga familja ju. Nga vëllezërit, po. Ju u martuat, u rimartuat. Po. Por ti ke qenë pranë Samuelës, e ke takuar Samuelën. Po, kam takuar, po. Sot ajo jeton me ty. Po. Dhe ti e mbështetja më e madhe e saj. Po. E vështirë? Jetesa e Samuelës këto 2 muaj pa vajzën? Po. Çfarë të thote? Përjeton, besoj. Po. Çfarë të thotë për vajzën? Po, mamë, sa du ta marrë vajzën, sa du ta marrë vetë, të dhe fillon e qanë. Fillon e qanë për vajzën, sa i që ja kujton njëri vajzën e fillon e qanë. Është e dhimbshme në fakt të ndahesh nga vajza. Po. Por pse nuk e ke marrë guximin të vesh atje, të njoftosh policinë dhe të vini të takonin vajzën, Besën? Sepse një baba nuk mund ta mbaj peng fëmijën nga nëna. Ajo ka me të shi, me shku në polici dhe me marrë vajzën. Sepse sa të vendosi gjykata, ju keni të drejtat e takimit. Po. Unë e kam numrin e Fotit, sigurisht që e kam sa i ka qenë në live më odetën, por i bëj thirrje Fotit në këtë momente nëse është duke më ndjekur që
duhet të hapi telefonin, edhe pse ai pretendon që nëna e kërcënon vajzën dhe është kjo e fundi që nuk pranon të flasi me nënën, por unë jam e gatshme si gazetare t'ju ndihmoj për të mirën e vajzës, që ndoshta në një takim që dëshironi ju të realizoni me vajzën, t'jetë dhe foti prezent, pse jo të jem dhe unë prezent, sepse foti du ta kuptoj që një fëmijë të rritet me dashuri dhe t'jetë një fëmijë i mbar në jetë, duhet të ketë të dy prindrit pranë. Njerëzit divorcohen, por aman duhet jenë shumë qytetarë që të mbajnë marrëdhënie, komunikime njëri tjetrin për hir të fëmijës. Dhe uroj që kjo gjë të ndodhi mes Fotit edhe vajzës tuaj Samuela. Por jam i sigurt që Foti ndoshta do ndërgjegjësoj dhe do reagoj dhe do e hapi telefonin. Edhe pse Unë në fakt, unë kisha qef që t'ishte dhe Fationi. T'ishte dhe Fationi. sot në këtë live. Po. Kisha qef kishte dhe Fationi. Nëse Fationi dëshiron që të jetë sërish në një live të dytë me Odetën dhe të jetë përballë jush, është i hapur të më dërgoj një mesazh dhe patjetër që unë mund ta fus live. Ndoshta ditën e sotme, le të themi, unë nuk e kam njoftuar dhe s'mund ta fus dot live pa miratimin e tij, por nëse ai do pranoj, e dëgjoj nga ju në këtë momente, nëse ai do pranoj të jetë në një live përballë teje e dashur Esmeralda dhe përballë ish gruas së tij Samuela, patjetër që do ta realizojmë dhe të gjejmë një ndërmjetësim, një komunikim, një gjuhë të përbashkët për hir të asaj vajze që duhet të rritet edhe me nënën dhe babaj, sepse për ironi të fatit, Samuela është rritur pa nënë dhe pa baba. Po. Dhe është gjuna që edhe vajza e saj Pa nënë pa babë. Si arrit Samuela krijet edhe ajo gjuna. po pra, të ketë fatin e nënës, edhe ai fëmijë i vogël është gjuna, prandaj them që uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për atë fëmijë. Mirë, e dashur Esmeralda, ju e përcollët mesazhin, i bët thirrje ish dhëndrit që të jetë një live me ju. Uroj që ai të përgjigjet, edhe Samuela ja dha mesazhin si ish partnerja. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Uroj të bëhet më e mira. Uroj të bashkohesh me Mbesën sa më shpejt. Gjithë të mirat. Faleminderit. Miropafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni histori për të denoncuar, kërkoni të jeni përballë dikujt dhe s'ju hap telefoni dhe doni të realizoni këtu në live me Odetën, kërkoni një denoncim që keni probleme pronën, problem konflikt të familje me institucionet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite unë jam live tashmë me këto histori njerëzore. Kështu që faleminderit që më ndiqni dhe ritakojmë nesër me një tjetër histori. Miropafshim.